Fenomeni i largimit të trajnerëve në çdo kohë dhe vend e pa vend, një nga problemet më shqetësuese të kampionatit shqiptar të futbollit, ka dalë në parë në javën e parë të Superligës për këtë sezon. Përparim ndaj Ujlaçit dhe Shkëlqimuça e Flamurtarit janë dy kokat e para të prera në kohë rekord, pas barazimeve respektivisht Kurbinasit me Kastriotin dhe Vlonjatët në ballsh me Bylis. E nëse i pari ka dhënë dorëheqjen për motive personale, largimi një prej teknikëve më të mirë shqiptar, Shkëlqimuça, ka qenë aq sa befasues, por edhe i pakuptimt. I kontaktuar në telefon nga Vision Plus, tekniku kryeqytetës ka deklaruar se largimi është komunikuar nga presidenti Gjika dhe nuk ka pasur asnjë shpjegim, thjesht një prishje e kontratës pa konsensus dhe njëanshme. Ndërkohë presidenti Gjika ka deklaruar se nuk dëshiron të flasë për sportin. Ashtu si çdo vit në Superligën shqiptare, çdo skuadër ndoron 2 deri në 3 trajnerë, gjithmonë me dëshirën dhe veton e njërit apo tjetrit president, por situata nuk është e mirë edhe për ekipet e tjera. Spanjolli Rubio, dhe pse era dakord disa muaj më parë për kontratën e re, akoma nuk ka firmosur me Tiranën. Shkak, klauzola e klubit që nëse nuk fiton titullin kampion, do të ketë një ulje rroge. Po kështuar Ernest Gjoka i Apollonis me të dy trajnerët që takimin e parë të skuadrave të tyre ndoqën nga tribuna, por largimi i trajnerëve është kthyer në mod prej kohësh në Shqipëri. Në prag të sezonit të ri, plot 10 skuadra ndëruan trajner. Kampionët e Skënderbeut morën Mirel Ljosen, Laçi përparim Daiun, Apollonia Ernest Gjokën, Besa Ilir Dajën, Kastrioti Artan Mergjyshin, Kuksi Arman Cungun, Bylis Agim Canaj, Tomori Kristaq Mile, Shkumbini Gugash Magani dhe Vllaznia Shpëtim Duro. Vetëm 4 klube konfirmuan trajnerët: Tirana Rubion, Teuta Hasan Likën, luftëtari Nevil Dedën dhe flamurtari Shkëlqimuçën. I fundit theu rekordin duke u larguar që në javën e parë, ndërsa spanjolli i bardhë bluve, nëse nuk pranon kushtet e klubit, do të largohet.